sepse mbyllja e kapitujve është një Thash se mos po e lidhje me integrimin. tjetër. Pra i duhet të presi Donald Trumpin dhe gjithë presidentët dhe kryeministrat. Ben, përpara se të pyes për zgjedhjen e re të kreut të SPAK-ut, do të shikojmë mesazhin e urimit që ka marrë, duket se është mesazhi i parë i urimit nga Klodian Brau, nga kryeministri Edi Rama, i cili shkruan punë të mbarë drejtuesit të ri të SPAK-ut, i cili u zgjodh sot mes 4 kandidatësh për të çuar më tej punën e mandatit të tretë të këtij institucionit, duke marrë edhe stafetën nga drejtuesi aktual që meriton përgëzime për arritjet e pamohueshme të SPAK-ut në 3 vitet e drejtimit të tij. SPAK, shkruan Edi Rama, ka pasur, ka dhe do të ketë mbështetjen e palëkundur të shumicës son qeverisëse për të përmbushur në pavarësi dhe kushte optimale misionin e vet. Ka pasur mbështetjen tonë për të qenë i pavarur, për të mbushur misionin e vet. Si u duk urimi i Ramës? Ndryshe nga para 3 vjetësh kur kishte një të preferuar për kreun e SPAK-ut, sot nuk deri në këtë moment që flasim, nuk e dim që të ketë patur një prej 4 kandidatëve. Po mendoj që është në pozicion jashtëzakonisht vështirë. Gjithmonë më shumë pjesa e drejtësisë ka kuptuar që është një individ të cilit po i bie renomeja ndërkombëtare shumë, dhe sidomos kredoja e drejtimit të vendit. Dhe drejtësia po merr gjithmonë më shumë pesh, më shumë prej mbështetjes europiane dhe hijes amerikane, se ne dim tani që amerikanët janë shumë indiferent për zhvillimet e vendit. Por kohët e fundit kanë qenë më prezent nga ajo distanca nga janari. Por nuk janë, e dini çfarë, është dokumentat zyrtar të departamentit të shtetit që bëjnë diferencë, kurse zyrtarët e tjerë është ajo pjesë që tregojnë që jemi këtu. Dhe në këtë rast, duket që zoti Rama është shumë i kujdesshëm, e para një betejë shumë të madhe që e pret, që është betejë me zonjën Balluku. Betejë që e pret nesër në kushtetuese, po thua, apo jo? Po edhe më tepër. Sepse unë besoj që zonja Balluku tashmë është në dorë të drejtësisë. Dhe këtë pjesën procedurale që ai do ta bëjë është e panevojshme. E para sepse vërtet ai drejton atë pjesën e ruajtjes së balancës pushteteve, po zoti Rama harron atë që është njeriu nga të vetmit e historisë mbas 90-sh, bashkë me zotin Berisha, që ka shkallmuar pjesën e përballjes të institucioneve me njëra tjetrën. Ky mesazh urimi si tu duk për Klodian Braun? Shumë diplomatik dhe shumë i kujdesshëm. Zoti Brau, ju e dini, duhet brenda vitit të parë t'i japi zgjidhje Gërdecit, t'i japi zgjidhje dhe 21 janarit. Dhe nëse nuk i jep zgjidhje këtyre, është një inerci e zotit Dumani, po me një fytyrë tjetër, domethënë. Ty si u duk votimi sot, 7 vota mori zoti Brau në KLP në trupën prej 11 antarësh të këtij institucioni, 3 Adnan Xholi, 1 mori Gokaj kandidati tjetër dhe asnjë vot zonja Musabelliu. Duket që kishte mbështetje shumë të madhe tuaj. U duk nga prania e ambasadorëve dhe përfaqësuesve në sallë sot? Njerëzit tanë të drejtësisë tin t'i lexojnë shumë mirë këtë. Në mendimin tim nuk duhesh prania e huaj. Institucionet tona duhet të jenë. Fakti që ata e kanë mbështetur, investuar reformën në drejtësi dhe vazhdojnë ta mbështesin? Ne u kemi shprehur mirënjohjen pandej. Po deri këtu. Ka një pjesë protokollare që në institucione sublime nuk mund të hynë tuaj, sepse nuk mund të hynë kaq kështu. Dhe ne jemi vend tashmë kandidat për integrimin evropian. Dhe të kesh kaq të afër praninë e huaj, unë mendoj që është jashtëzakonisht. Unë jam shumë dakord me ty që ne jemi pjekur mbas 35 vjetësh, por prap po t'ja lesh në dorë politikanëve shqiptar edhe këto gjëra, kush e di se ç'bëjnë ata pa praninë e ndërkombëtarëve. Përsëri duhet të kesh një respekt për shtetin tënd. Çfarë do që të ndodhi. Dhe ky respekt ne mos respektin ja kemi dhënë vetes kur kemi patur ndërkombëtarët i kemi ftuar për çdo lloj krizë më banale, apo jo? Nuk kuptoj, por në sensin e njerëzve që kanë pushtete të larta, që nga presidenti i vendit, që duhet ta kuptoj shumë më mirë detyrën e vet. Dhe për shembull KLP-n, KLG-n, duhet kuptojnë që janë struktura gati sublime për ne, sepse ai është edhe kalioni betejës. Dhe ai është tani pushteti i cili e mban gjithë fytyrën e Shqipërisë ke pjesa e integrimit. Se po t'jetë për mjedisin, po t'jetë për ekonominë. Edhe në progres raportin e vlerësimin për punën e SPAK-ut dhe drejtësisë së re i kishim, apo jo? Ju e dini.
në këtë sens, po them jo që mos t'i respektojnë, ata mund t'a dëgjojnë se ajo mund t'jetë e hapur, dhe ata mund t'a ndjekin edhe nga televizori, se s'kishte kanal sot që nuk ishte drejt për drejt nga mbledhja e KLP-s. Por jo që ata t'jenë të pranishëm aty, sepse nuk jemi koloni. Më kuptoni për këtë. Një vend koloni ti Jam shumë dakord. Por kjo merr në rastin tuaj merr kuptim në qoftë se Shqipëria është një vend pararoj i mbrojtjes së drejtave të njerëzit, i zbatimit të legjislacionit, ku zyrtarët huaj të vendeve të ndryshme të akredituar vinë për të marrë shembull, për ta çuar këtë shembull në vendin e tyre. Po, atëherë janë të liruar. Kështu që ne s'kan marrë ndonjë shembull të 35 vjet. Vetëm na kanë diktuar se si të bëjmë detyrat e shtëpisë apo edhe gjëra shumë elementare, të ulen palët në një tavolinë. Prandaj po them. Kështu që ke pritshmëri në 3 vitet e ardhshme për të vijuar punën e Dumanit në këto 3 vite nga zoti Brao. Ka shumë nga ata që pritshmërit i kanë për të shkuar edhe me një stek më të lartë, pra, sepse në këto 3 vite kemi shkuar deri tek numri 2 i qeverisë. E dini çfarë, steka më e lartë është që të shkurtohen afatet e gjykimit, të jepet pretencat për zotin Veliej, në qoftë se do shkojë çështja në gjykat, për zotin Metaj, për zotin Berisha po ashtu. Për zotin Berisha, për zonjën Balluku që besoj po bën atë, dhe mbi të gjitha të marrë jetë 21 janari, të marrë jetë Gërdeci, të marrë jetë dhe ato që ndodhën në 97-98. Më besoni, është ngjarja që gati e shkallmoi Shqipërinë dhe është bërë vetëm disa muaj para se Kosova gati të hidhej në erë. Në qoftë se në vitin e parë zoti Brao vazhdon me këtë lloj inercie, më besoni është thjesht ne do mblidhemi të gëzohemi me ato sukseset e Pakta të Spakut dhe asgjë më shumë. Mirë, Benandoni, të falenderoj që ishe me mua në studio dhe ndam analizën për disa prej zhvillimeve të sotme të ditës, sepse ishin të shumta. Ne do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare.